Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka avijuar në Kukës turin e bashkëbisedimit me qytetarët. Gjendja tepër e vështirë ekonomike, papunësia e lartë dhe mungesa e investimeve kanë qenë shqetësimet që banorët e kësaj zone i kanë shprehur zotit Basha. Kam votu që 20 e sa vjet majtas. Mirë po më heq për punë, ma gjen një vend pune që të kam pagu taksa që 20 vjet. Dokumentet që më kanë dhënë mua kanë thonë filani është me arsim të lartë, lirohet nga detyra si mësues. Edhe futet me të mesme. 8 vjet asnjë nuk e kam punë. Me 5.000 lekë maj familje dhe me një tip ekonomike. Nuk ka, as vend pune, jam vetë i pesi. Me një përkrahje marr 32.000 lekë të vjetra. Që të 5.000 lekë vjetë fatura dritave. Ai ka thonë nuk do të ketë më parë që të paguhen në për spitale. Ashtu ka premtuar. 2 fish janë tu pagu në për doktoratat. Problemi është që në vend që të reflektojnë e të riqin nga rruga e gabuar, po e çojnë zullumin edhe më thellë. Do të arrisin çmimin e energjisë kur s'kan hap asnjë vend pune. Taksat po i rrisin prapë për 2015. 460 milion dollar më shumë planifikojnë me i marrë shqiptarëve. Mbyllja e filialit të Universitetit të Kukësit ka qenë një tjetër shqetësim i banorëve, të cilët thanë se nuk kanë mundësi të çojnë fëmijët në shkollë. Mbyllja e universitetit është për ne shkrim. Ne nuk e përballojmë dot. Kam djalin kam marrë shkollën e mesme edhe nuk e kam qenë në shkollë të lartë se s'kam jam vetë i shtati. Banorët dhe fermerët në zonat rurale të Kukësit i kanë deklaruar Kreut Demokrat se rritja e çmimit të naftës i ka detyruar që tokat të mbeten djerë. Nafta sa ma poshtë ullet. Se këtë kjo tokë se shefti, djerë se s'kemi lek. Qose një dilim bën lush një 13.000 lek, 17.000, 19.000, sa si s'punohet fare.